kapacitet që e kam. Dhe kjo vlerë e numrave që e kemi, e bën majorancën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Dhe ne I kemi ofruar pa kushte këto vota për me dalë prej kësaj krize. Prapë po them, prej këtuit, prej kësaj studio, unë shkoj në parlament në rast se nominohet një kandidat I pranueshëm për partitë politike opozitare. Dhe me thonë, shkoj pej këtuit, mja do votën për. Edhe nëse dikush ka dilema, se unë I kumë dëgjuat, dhe vesë ju keni tendenca vesh me na bloferat që ne me nominu një tjetër, ju mos me na do votën. Unë kërë dhom fjallën publike, nina që e maj. Unë im të thonë publikisht, edhe në kovë nevoja, le ta bëj një listë me nënshkrima. Edhe unë e nënshkruj, si unë deputet Daut Radinaj, garantoj kështu. Edhe e maj përgjësin, kështu që jemi të gatshëm, edhe mendoj edhe kolegët e mi në OK, krejtësisht jenë të gatshëm, edhe bilem me të thonë drejten kemi diskutime edhe natë mranshme se nuk po një e mirë, nuk o situatë që është për shkak një deputet I Parlamentit Kosovës shihet në vend që me konë aty për me bo zgjidhje, ne jemi tash aty po shihem që jemi për me kriju probleme. Dhe që në fakt, unë nuk jam pe atyne që jam për me bloku, jam për me dho zgjidhje, por jam I përmbush edhe njerë për thëmë. Egot personale ose individuale të një njëri caktum. Kush do koftaj? Ne kemi dhonë ofert, jemi të gatshëm I do zgjidhje, edhe presim që me pas një mirë kuptim që na me dalë për kësaj sidobe. Zoti Kurti, par dje, kër e pyetën gazetar, tha jam njërin nga 20 diska deputetet e partisë fituese. Dje tha, kryeministri në detyrë, tha, s'kemi marrëveshje me opozitën, po në vazhdojnë ata me na majt njeve në pushtet në detyrë. E derisa para disa ditëve, tha që nuk kemi kuvend, por kemi qeveri. Si komentoni këto deklarata, këto 3 deklarata? Po nisëm prej të pares, Zoti Radinaj, si komentoni, kër e pyetën kolegët e mi për çështjen e asaj, tha, mundi me folë, tha, me dikon tjetër për grupi parlamentar, tha, unë vetëm njërë nga deputetet e partisë fituese. Tash ai interpretimin e bën bazë vullnetit personal, domethënë edhe shihet qartë, por përderisa është I rrethum, bile ka njerë po të ngllon sikur në atë kohën e egër, kur na veshin zyrtarët jugosllavisë me 40 xhipa e 500 pushke bodyguard, domethënë përderisa ai vjen me gjitha sigurim me skortë në Parlamentin e Kosovës, ku në vendin më të sigurt e më të shrejt. Një krahasim I tillë është pak iron, Zoti Radinaj? Real, jo iron. Se unë po flas real. Sepse askush nuk e rrezikon Zotin Kurti, Republikën e Kosovës. Por sido që tjetë kështë të folë që a është deputet tash, a është kryeministër në detyrë, apo si është, me thonë, sepse këtu ka më marë ligji me këtë situatë. Po shkelje ligjore përderisa te ke dhonë betimin e deputetit. Dhe shkon zyre... është lisë që ka lu vetë këtë qeveri, Zoti Radinaj? Lutem, te ke dhonë betimin e deputetit, e kene nënshkru. Ti e që unë kom je betu si deputet I Parlamentit Republikës Kosovës. Pe ati momenti, ti nuk je ma zyrtar ekzekutiv. Se ki marë mandat të zgjedhur nga populli dhe je betu dhe ke nënshkru. Edhe as një minister, as një zavendës minister, as kryeministri, nuk guxojnë mu kthy në zyre mos është e kundërligjshëm. I vetmi njeri që mundet është Zoti Bislimi, ai është I ligjshëm. Ai ka të drejtë me ushtru detyrën UD për shkak se kush do kohë që e lën kryeministri, ose Libon Aleu për shkak. Ai ka të drejtë me ndaj në zyrën e ministrit deri në fund të mandatit kur e merr mandatin ministri I Jashtëm. Po kryeministri tash për shkak ju I keni pa dha rrogat që I marrin. Njëri I del si deputet, tjetri I del si ministër. Këto vendime që I nënshkruajnë, to kanë mu kontestu deri në fund, sepse unë mendoj që institucionet e drejtësisë duhet mu marrë me këtë rast. Qa është kjo punë, nuk ka kështu. Zoti Radinaj, kemi qeveri për nuk kemi kuvend. Deklarata tjetër e... Si mund është me thonë kemi qeveri për nuk kemi kuvend kur kryeministri vetë të unë jam një deputet. Tashti, cëllit kryeministri me I besu une? A me I besu këti që thotë kemi qeveri? Andaj mora si deklarata. Edhe nuk unë me shumë mirësi ta pranova pyetjen, po do me thonë tash për 70 zor me interpretu, në veç për alo popullit me thonë, ju vlerësone tash, a kem qeveri, as kem qeveri. Sepse Kurti po thotë unë jam një prej 22-23 deputetve. Pra, I bjen që ky nuk o kryeministër. Në anën tjetër, unë e thash kur vjen me eskort, për ta ludova. Se një deputet I Parlamentit Kosovës që vjen me gjithat eskort, pra, me gjithat makineri, sigur me konë kusht e lufte, atër, pak është përkeqarë. Mu veç fakti kur him në atë mëngjes ne I shojmë qindra gazetarë, që është poshnohen, formë më të vrash për kryeministrit, a për deputetit, a për ish kryeministrit, ashtë që është dush për alojnë,
është për keqare. Sepse fushata, propaganda e zotit Kurti u kone kundërta. A i ka lobu para opinionin publik, a i ka thonë ata pejkereve të zeza na shojnë, ne nuk i shojmë trotuarët jënë për popull, nuk jënë për ekzekutive, ku nuk jënë për kryeministra, nuk jënë për gjiva, dhe me thonë tash kur pisheti, po të merosh. Kjo është problemi për shkak që ti, nëse një kryeministër në kalu me Noen me 2-3 kere, sot kryeministër me 12. E përmendet si gjendje lufte, e thatë që nuk është e rrezikum nga shkurës. Askush, besoj. Po unë prap protokolli sigurisë o protokolli sigurisë. Unë nuk e kontestoj sigurinë, jo të kryeministit, se ato e në organet që duhet me konstatu sa nivel, çfarë shkallë duhet me rujtë kryeministin, por jo kryeministin me lyp e skor shtesë, sigurim shtesë. Kjo situatë ka bo për përcjellim se cilin prej jush edhe në hallë kuvendit edhe në kuvend kush me kon po folë. Sot ju po në arvengashin këza të folë kështu për islartit edhe për shtroj pyten, që ka po ndonë me qeverin, po thomë, ka arë situata dhe këtë zote Radinaj, kemi arë dhe në situatë na 5 javë kjo me emisionë dhe kolekti mi. Ta është e njëta temë, 30 që prej se muj, 4 muj, ditë është njëta temë, e votoni, se votoni, kone propozoni, do anë ta që në marveshet. 50 minuta në intervist, ma bo monotone, përveç juve, edhe për ne më është bo monotone. Andaj kemi me të i po minikat, të i po reagimet e vogla. A do të që ka far mundësia, vërsie për qeverisje në tranzicion, cilën e ka propozu zoti Abdiz Gjiku, apo po këtë opcionin tjetër të Mimri Krasnisit për qeverinë opozitës? Deri ku ka jetë? Sa ka pas takima? Ka pas... As miku jam Arbeni, as Daote nuk janë pengesit cilës do formë që jepin zgjidhje. Edhe unë e vlerësaj, është deputet me përvojë, është deputet që ka ushtru përgjithësi ndryshme në Parlamentin e Kosovës dhe